Një ndër karakteristikat më të bukura të qytetit të Gjirokastrës padyshim janë çatit e gurta. Ato bëjnë diferencën mes autentikes dhe të res. E për të punuar këto çati, padyshim që duhen mjeshtra. Një prej tyre, i cili e ka mësuar zanatin prej tatit, është Bledar Hatika. Që nga rinia e deri më sot, Bledar Hatikën e gjen gjithmonë në majtë të çative të gurta të shtëpive karakteristike të Gjirokastrës, duke restauruar me durime për kushtim një prej pasurive më të çmuara të qytetit. Ai e cilëson këtë një profesion të vështirë dhe me përgjegjësi të madhe. Shtëpitë karakteristike janë të larta, ndërsa çatit e tyre tepër të rënda. Çdo hap kërkon kujdes maksimal dhe sipas tij profesionist duhet të jetë jo vetëm ai, por edhe çdo punëtor që ngjitet mbi çati. Nga pasion u kthye në profesion dhe kështu lindi gjithçka dhe sot vazhdojmë, jemi ditë për ditë me çative të gurta. Sa e vështirë është? Vështirësi ka, po mbi të gjitha është profesion shumë i bukur. Është profesion që e bëjmë me dëshirë dhe me këtë profesion, nëse flasim për identitet të Gjirokastrës, Gjirokastra janë vetëm nga këto çati, identiteti i saj është vetëm çatit e gurta, kaldrëmet dhe harqja që merre kube. Firma e tij gjendet në restaurimin e 10 shtëpive monument kulture në qytetin e UNESCO-s, por edhe në restaurimin e çatisë së xhamisë së Pazarit, një prej monumenteve më të rëndësishme të Gjirokastrës. Megjithatë, ai shpreh shqetësimin se zanati po mbetet pa trashëgimtar. Më vjen keq që e them, po mjeshtrat janë shumë të paktë. Për sa i përket kësaj Gjirokastër kaq të madhe me gjithë këto çati guri, për mua duhet të hapen kurse restaurimi. Unë jam i gatshëm të jap kontributin tim në mënyrë që ky zanat të vazhdojë. Mbulimi i shtëpive dhe komplekseve muzeale me pllaka guri mbetet një nga veçantitë më të spikatura të Gjirokastrës. Zhvillimi i turizmit dhe përkushtimi për ruajtjen e trashëgimisë kulturore kanë rikthyer vëmendjen ndaj këtij zanati të lashtë, i cili vazhdon të mbijetojë fal mjeshtrave si Bledar Hatika.